Pas 5 ditësh të kaluar në det, rreth 50 milje larg Durrësit, sasia e peshku të kapur e ka demoralizuar peshkatarin e ri. Arturi duhet të mbajë familjen, por me këtë zanat po e ka gjithnjë më të pamundur. Nuk jam i kënaqur. Pse se digi do sheste peshk, nuk nxjerr dot as lek të naftës. Ma sa ka shku nafta, kam 2 kela më shtëpi. Akoma si kam parë. Shkojmë ne. Ja vlem 5 ditë ndete. Për kaq peshka. Këto 300.000 lek peshka. Nuk kam mund që bëj. Do më vargën e zdalmo. Të njëjtin shqetësim ngre dhe peshkatari i vjetër, Aleksandër Zhuka, që prej 45 vitesh punon në këtë sektor. Ai po shkon të mbledh rjetat para ditën e sotme, por gjithnjë më shumë ndihet pesimist për të ardhmen e profesionit të tij. Shumë dobë, çdo vit to po më keq. Shumë më keq, nuk di çfarë them. Për 5 vite më ka qenë skandal fare. Është një sezon që ne gjym sepjen. Do të më marr gazetarët, kur bi kokër sepi ka rrjedh dhe hadi shikoj, nëse ka dalë kokër sepi. Dalësh në det punosh 4 ditë më shoqi se 30.000 lekë shtëpi, është gjëna. Sot the do të tërheqësh rjetat. Çfarë shpreson të gjesh? Kërkoj sezoni i sepjes. Para ne ftë 15 që shtëpimi, po sa nuk di çfarë më vaj, shumë keq. Çdo ditë ardh të bëj më keq. Ose çdo vit quhet. Pra vetëm për konsum personal, po thonë. Normale, nevojë familjare. Rritja që ka pësuar çmimi i naftës për shkak të konfliktit në lindjen e mesme, rrezikon ta çojë në kolaps flotën e peshkimit në Durrës. Për kreun e sindikatës së peshkimit Klodian Kapiti, situata është shumë shqetësuese. Me rritjen e çmimit të naftës ka një impakt direkt të drejtë për drejtë negativ në funksionimin e flotës, mos po themi që e bën atë pamundur funksionimin e punës në det në Gjuetin dhe zonën e peshkut. Flota fillon gradualisht të hyjë në një kaos. Sot u interesova kishu rreth ke 1.000 lekësh plus TVSH që futet shkoi 1.200 lekë. Është e pamundur të përballohet. Çmimi fiks i naftës që është dhënë me prova se si flota mund të funksionojë është 600 lekë për litër. Me ngrohjen e motit, peshku largohet nga bregu drejt thellësisë, gjë që e vështirëson dhe më shumë punën e njerëzve të detit. Në pamundësi për të përmbushur të gjitha kërkesat e restoranteve të peshkut në Durrës, klientëve jo rrallëherë u serviret peshk importi. Edhe sot në flasim ka peshk i vjen nga jashtë, domethënë që zëvendëson ose plotëson kërkesën e konsumit të zinxhirit të restoranteve. Kështu që ajo që anijet nuk do ta binë, ajo plotësohet nga jashtë që vjen. Ndërsa nafta në karburante dhe distributor vijon rritjen, sektori i peshkimit në Durrës ka vetëm një apel drejtuar Ministrisë së Linjës dhe Qeverisë. Ketë një ndërhyrje dhe shërkim çmimit të naftës duke u mbështetur nga shteti. Të marrë një çmim stabil derisa ajo situata atje që është krijuar shkoj, domethënë drejt qetësimit. Shofi edhe me peshkatarët tu, të uli atë naftën, ta uli si gjithë tjerë. Shofi shanet, është nafta i atje në Kosovë është i herë 20, i herë 30. Në Shqipëri, 2 herë.